Rritja e sipërfaqeve publike në plazhe është risia kryesore e këtij sezoni turistik. Koordinatori i Task Force-s Olsen Gripshi bën të ditur se nga 30% që ishte vitin e kaluar, këtë vit plazhet publike zën 52% të vijës bregdetare. Sipas tij, kjo ndarje e re synon t'u garantoj pushuesve më shumë hapësira publike dhe akses më të lehtë në plazhe. Gripshi theksojnë se krahas organizimit të hapësirave, vëmendje veçantë është kushtuar dhe sigurisë. Në zonat bregdetare janë vendosur kullat e vrojtimit, se janë ngritur vendbazime për strukturat e shërbimit dhe afishuar numrat e emergjencës, në mënyrë që pushuesit të kenë ndihmën e nevojshme në çdo rast. Atëherë, risia e këtij viti është një ndarje e re midis hapësirave publike dhe atyre private. Kemi një shtim të konsiderueshëm të plazheve publike. Shërbimi sigurisht i mundësuar nga njësia vendore, që do thot Bashkia e Durrësit. Rojet bregdetare janë në të gjitha ato pikat, apo në ato kulla, 200 kulla vrojtimi që ndodhen në të gjithë gjatësinë e vijës bregdetare të qarkut të Durrësit, dhe sigurisht të pajisur me gjitha ato elementët e rëndësishëm por dhe bazik për sa i përket sigurisë të pushuesve në vijën bregdetare. Ju e dini shumë mirë që ligji në fuqi për sa i përket turizmit dhe plazheve mbulon jo vetëm kullat e vrojtimit, por edhe pajisjen e tyre me disa elementë të sigurisë, që do thotë numrat e policisë së shtetit, të emergjencës kombëtare dhe padyshim të gjitha ato jelekët, elementët e ruajtjes dhe mbrojtjes së pushuesve në bregdetin e Durrësit nga rojet bregdetare. Gripshi bën me dije se paralelisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, AGU Durrës, vijon inspektimet për garantimin e sigurisë ushqimore në subjekte që ushtrojnë aktivitet përgjatë vijës bregdetare. Pjesë e Task Force-s është edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, sigurisht Dega Durrës, që mbulon pjesën e sigurisë ushqimore duke ushtruar kontrolle të përditshme në terren, në vijën e parë të bregdetit, dhe për të parë të gjitha të hapësirë dhe të gjitha të cilësi të shërbimit ushqimor në gjithë restorantet, bare, kafe që ndodhen pikërisht në vijën e parë të bregdetit për të siguruar cilësinë, themi, në të prizëm. Gjatë muajve në vazhdim, pritet që Durrësi të vizitohet nga rreth 1.5 milion turistë.